Asgjë nuk e shkatron një burr më shpejt se sa të jetojë me dikë që e gërryen çdo ditë. Ngadalë, pjesë pas pjese, derisa nuk mbetet asgjë. Kur një burr ndalon së foluri, ndalon së qeshuri, ndalon së kujdesuri, kjo nuk është paqë, është një dorëzim emocional. Në fillim ai hesht, jo sepse nuk ka çfarë të thotë, por sepse çdo herë që foli u ndërprer, u minimizua, u tall dhe u bë të ndiej pa vlerë. Heshtja bëhet i vetmi vend ku nuk sulmohet. Pastaj drita largohet nga sytë e tij. Ajo sprasti nuk është trishtim, është shembje e brendshme. Është shpirti i një burri që është tharr nga brenda. Një burr që ka paqe në shtëpi shkëlqen, por një burr që jeton mes kritikës së vazhdueshme, ankesave, ironisë dhe ftohtësisë emocionale, vdes ngadalë. Ndaj e ndihen këtë. Më pas shfaqet zemrimi. Jo sepse është njeri i keq, por sepse ka qenë i padëgjuar për vite me radhë. Çdo jam mirë e detyruar ishte një varrim i vogël i një pjesë të vetes. Dhe kur partnerja më në fund zgjohet dhe thotë pse u bë kështu, ai tashmë është larguar. Emocionalisht, mendërisht, zemra i është ngrirë. E vërteta është kjo, kur një burr mbyllet, nuk është sepse ndaloi së dashuruari. Është sepse të qëndrosh u bë vetë shkatrim. Dhe kur një burr arrin në atë pikë, nuk kthehet më. As lotët, as faljet, as fjalët e bukura nuk e zhbëjnë atë ngrirje. Sepse kur zemra e tij ftohet, ajo ftohet përgjithmonë. Asgjë nuk e shkatron një burr më shpejt se sa të jetoj me dikë që e gërryen çdo ditë. Pjesë pas pjese. Derisa nuk mbetet asgjë. Prandaj ju gra që vazhdimisht kritikoni partnerin tuaj, ndaluni për një moment dhe shikoni veten. Jo për t'u fajsuar, por për t'u ndërgjegjësuar. Pyesni veten, apo e ndërtoj këtë marrëdhënie, apo po e gërryej ngadalë, apo flas për të shëruar, apo për të kontrolluar, apo kërkoj lidhje, apo krijoj distancë. Kritika e vazhdueshme nuk e përmirëson tjetrin, ajo e mbyll, e ftoh, e largon. Një burr nuk ka nevojë për përsosmëri, ka nevojë për respekt, siguri emocionale dhe paqe. Filloni nga vetja, kujdesuni për plagët tuaja, për frigrat tuaja, për nevojën për kontroll, sepse kur një grua shërohet, ajo nuk manipulon, ajo ndërton. Ky mesazh nuk është kundër grave, është në mbrojtje të marrëdhënieve të shëndetshme.